Flokët janë bërë për të lyer, kjo maskë do ju lër pa fjalë. Zakonisht, thinjat vërehen në zona të caktuara dhe deri në fund të viteve 50, mesatarisht 80% e flokut do të jetë zbardhur. Mirë po ka edhe raste kur rrudha dalin qysh në të njëzetat e hershme dhe zgjidhja e menjëhershme është gjithmonë lyerja. Por në fakt, ne do t'ju rekomandojmë disa maska të cilat mund t'i bëni në kushte shtëpie për të zhdukur thinjat tuaja. Vaj, ulliri dhe mjalt. Përzini në sasi të barabartë vajin e ullirit dhe mjaltin. Pasi t'i keni përzierë mirë, lyeni flokët deri në rrënjë me të gjithë masën. Mbulojeni kokën me qese plastike, hidhi një peshqir të ngrohtë dhe mbaje për 30 minuta. Më pas, laji flokët si zakonisht, përdore këtë maskë të paktën një herë në javë. Provojeni dhe do befasoni me rezultatin.